Të nderuar shikues të Veriu Sporti me përsëri së bashku tashmë në fund të ndeshjes sapo është mbyllur sfida Vllaznia Flamurtari, fiton ekipi Kuçi Blu me rezultatin 3-2. Kam përzgjedhur në mbyllje të këtij takimi tifozin e minjor të Vllaznisë Gëzim Çoça për të dhënë një opinion për sfidën Vllaznia Flamurtari. Çoça, Vllaznia rikthehet pas kaq ndeshjes tek fitoria. I kënaqur ju edhe si pjesë e tifozërisë shqiptare? E para punë se më kënaq fitoria, mos ka shkuar domethënë erdhi fitoria e dytë për fazë dytë, si më thanë. Mobilizimi ishte për mendimin e maksimal. Ndryshimet e trajnerit ranë në sy, mbrojtja me katër mbrojtës, domethënë më pëlqej. Kështu që premisat janë për më mirë të ardhmen. Është kërkuar shpesh herë të ketë skema të ndryshme nga 3-4. Ju mendoni se me këtë skemë të sotën ishte më pozitive? Më duk më pozitivitet 4-3-3, i takoj Kasatit më lull pak më pak, se lutin në këtë ti, domethënë nuk ka se bani atë rrugën e gjatë nga fillimi i mbrojtjes deri në majtë sulmit, prandaj edhe mendoj që lojtari ishte i freskë deri në minutat e fundit të ndeshjes. Vllaznia në fakt e dominoi takimin, por gjithsesi deri në sekondat e fundit tifozëria mbeti paksa në tension. Loja ishte hapur, Flamurtari nuk e meriton atë vend ku është, me lojtar që pa me edhe sot, në përgjigjen në mënyrën më me dinjitet. Shumë herë bile më mirë se në Vlorë që na kanë mundur atje. Deklarata e kapitenit të ekip Baleri në Pragneshi në konferencën e shtypit mendoni se e ka justifikuar me këtë ndeshje sepse ai garantoi se Vllaznia do të rikthehet tek fitoria. Mendoj se pa, këto ishin këtë lojtarë tjerë, domethënë krahasim me të ndeshjet e kaluara me ato rezultate 0-0 në Brand Shkodër që s'ka bava ekip, po thonë me Voren, me Ballshin. Po ta shikojmë edhe sot Ballshi hangi kategoria në smujt me vaj galto, kështu që besoj se ka ndikuar edhe mobilizimi i lojtarëve. Po dhe nësi tifozët domethënë në nuk tërheqna asnjëherë, në i tërheqna në shkallët e stadiumit, nuk diskutohet. Pikërisht për tifozët, mendoni se kjo fitore e sotme i ka ngrohur dhe? Besoj se i ka ngrohur dhe se sigur ra pak besimi të ekipit, duke pa fazën e dytë me 2 fitore, domethënë është si e pa besueshme, mi thonë Kuçi Vllaznia ka mbyll fazën e dytë me 2 fitore. Kështu që mendojmë që të ardhmen me zi shpresit domethënë marrë janari që me i marrë tjetër ekipi. Çoça në fakt duhet pranor ka pasur një farë ftohje nga ana tifozërisë për këto oscilacionet e Vllaznisë, por me bërë përshtypje fundi i takimit dhe sidomos minutat shtesë pati bërorritje nga ana tifozëve në shkallët e stadiumit Dorobori, që ka tregon një sinjal pozitiv se tifozëria e mbështet Vllaznin dhe e jeton rezultatin e takimit. Aja thonë dhe asër thonë, na kena ushqim, na kena buk, na kena gjak, na kena... Nuk diskutohet, sa dhe që mërzit na i ditë 2 ditë e 8. A unë kam pas oscilacione, jasë shkaj ma, jasë bëjmë hapë. 2 ditë e pare mas humit ose mas barazimit. Pa ditën e 8 kanë thonë në të shkojë së s'banë, kështë që na jena i do. Gëzim Çoça, të deklaroj që unë nuk shkojmë me në stadium që... Ja nuk shkoj, po do thonë na kanë mërzi, na kanë ba, po jasë asnjëherë s'banë vaki. Mbyllet viti me këtë fitore, në kohën e dur, në momentin e dur, si e shikon vazhdimsinë pas janarit? Unë e mendoj për shumë herë më mirë. Kjo ishte një mësim për ekipin, besoj, kja faza 2 do të zgjedhim mësime, ku kena gabu, se po ta shikosh edhe sot 2 golet që i morëm dhe gola, mos më thanë amatorska atë, një lojtari më i shkurtë i Vlorës bani golin e dytë me kokë dhe... Pra ka vend për korrigjime. Ka vend për korrigjime. Gjithsesi optimizmi qëndron. Optimizmi qëndron. Dhe këtë e pasur më së miri Gëzim Çoça, një nga tifozët e spikatur i hershëm i Vllaznisë, e falenderoj Gëzim Çoçën se ishte në këtë ditë të drejt me Veriu Sport duke dhënë konkluzionet e takimit. Me këtë rast, urojmë Pashtë dhe vitin e ri, gjithë tifozëria, Krishtlindjet, gjithë... Po. Një korrizon, një mikë juaj. Po, shumë mirë. Gjithë mirat dhe... Suksesi, kas.
gëzuar dhe përshëndetjes të fundit, urime për fitoren e vllaznisë dhe besojmë që të rikthehet tek rezultatet pozitive. Padyshim. Tu të ndërruar shikues, mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë nga stadiumi Lorobri, që ishte lidhja e tretë, kemi qenë në pragndeshje, në mes të ndeshjes, mes të dy pjesëve dhe tashmë në fund mbyllim me tifozin Gzim Çoçja. Edhe një herë faleminderit Çoçja. Natën e mirë. Për Marko, mirupafshim. Dhe mirë takoshim.